Specialistët e trafikut urban dhe interurban në drejtorinë vendore të policisë Vlorë arrestuan në flagrancë shtetasin AR, 41 vjeç, banues në Fier. Pasi duke drejtuar automjetin në gjendje të dhëur në vendin e quajtur rreth Iskelës, ka përplasur një automjet policie të ndaluar. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Simar ndaluan me iniciativë shtetasin AL, 74 vjeç, banues në fshatin Borç, pasi dyshohet se ka ngacmuar seksualisht një shtetase të mitur. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Vlorë referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit AH, 20 vjeç, banues në Vlorë, pasi gjatë kontrollit fizik në rrugën Perlat Rexhepi ju gjet një pistolet sportive e cila u sekuestruar në cilësinë e provës materiale. IP, 56 vjeç, banues në Prishtinë, pasi ka kallëzuar shtetasi KV, 57 vjeç, banues në Prizren, se shtetasi IP e ka kanosur në vendin ku punojnë në fshatin Akërni. AD, 49 vjeç, banues në fshatin Llakatund, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunda e bashkëshortes së tij. Materialet procedurale ju referuan prokurorive kompetente për veprime të mëtejshme.